Unë kam 3 vite që mire me këtë punë dhe pasi preka shumë shtetet e Europës, mu dha mundësia që të shikoja vështirësi, të shikoja shumë gjëra jashtë, u dëmtova dhe thash pse jo në Shqipëri, afër familjes, afër biznesit familjar. Kur erdha hasa shumë vështirësi që të përshtatesha, por gjëja më e rëndësishme për mua kur u futa në këtë biznes ishte si të ndihmoja blegtorët që mos të kishin këtë emrin që thonë që po kush do shkoj pas deleve. Gjëja e parë që bëra, i ndihmova shumë, ju kam qëndruar pranë që besoj që prej vitit 2015-2016 në zonën tonë janë shtuar shumë blegtori. Ju si pik prodhimi, menaxhori 24.000 krerë. Po, 24.000 krerë. Që nga Konispoli deri në Gjirokastër. Arrim deri në Gjirokastër që marrim qumshtin. Nuk janë krerët e tyre, por janë krerë të blegtorëve të ndryshëm që në bashkëpunim ndajnë ndjersën dhe suksesin. Që kjo cilësi djathit të jetë kaq e lartë. Edhe ka pasur rritje të krerëve. Po, rritje të krerëve që prej vitit 2016, 2015, 2016 ka pas një rritje goxha të lartë, pasi para 3 vitesh, kur unë kam ardhur në atë zonë, i thash, bisedova me babin dhe i thash që çfarë mund të bëjmë që të shtojnë akoma dhe më shumë, çmimi i qumshtit. Në qoftë se ti, më tha mua, nuk ha mbi kurizin e blegtorit, atëherë ata do duan që të punojnë akoma dhe më shumë. Dhe çfarë bërëm, ngritëm çmimin e qumshtit. Pasi na akuzonin të gjithë që pse u bë, puna e blegtorit është shumë e vështirë. Si në borë, në breshë, në shi, jashtë, zgjimi mëngjesit në orën 4-5. Ne jetojmë me ta. Ne nuk kemi thjesht një fabrik edhe vim të rim në Tiranë në katin e 5. Ne jetojmë me ta. Shkojmë pas tyre, i ndihmojmë, unë edhe kam fjetur me ta. Do me thënë, kam qëndruar afër tyre për çdo problematika që kanë. Dhe në atë zonë, unë i gjendem pranë, shumë mica e shumë djemve në moshën time ka nevojë monetare që të blejnë bakti, sepse nuk munden nëpër banka, nuk munden, dhe unë mundohem që t'i ndihmoj duke u marr qumshtin më vonë. Do me thënë, punojmë bashkë me njëri tjetrin. Çfarë dua të arrim është që po në rastin tuaj besoj nuk është vetëm çmimi i qumshtit, por juve pastaj bëhet edhe goxha progres me djathin edhe me disa në produkte tjera. Po, ne prodhojmë djathin e deles, djathin e dhis, të cilin kur fillon të eksportonim në Amerikë, u ngritëm shumë si biznes sepse fillon që ta paketonim djathin. Dhe tham pse jo edhe këtu. Po ju bëni edhe një si kështu, që është si rikota. Po, si rikota, po. Dhe atë e bëjmë shumë të mirë të freskët. Atë e kam ngrënë vetë, kështu që mund të dëshmoj që është shumë mirë. Faleminderit. Produkti jo në shumë cilësor sepse ka të bëjë shumë kullota e zonës. Për shembull, në qoftë se një fabrik që është në zonën tjetër në anën tjetër që mbledh qumësh nga disa kullota të tjera, nuk ka të njëjtën shije të djathit ton. Sepse ndryshojnë shumë kullota. Po edhe shija mishit varet nga kullotat patjetër. Normale. Kjo ide ishte e babait tim, në fakt. Lindi më shumë si një nevojë që kishte zona në atë kohë, duke qenë se lishtet në zonën e Vlorës fatmirësisht janë në numër të shumtë, po duke qenë se edhe vinim nga një sistem tjetër ku mbasi sistemi ndryshoi, ju e dini shumë mirë që u shkatrua çdo gjë përfshirë edhe ato pak linja të vajt udhërit që ishin në atë kohë. Dhe fermerët nuk ishin se ku ta përpunonin udhërin e tyre, ishte vetëm një linjë shumë e vjetër që njerëzit rinin në radhë me ditë për ta përpunuar gjithë ato udhëri. Babai, duke qenë se ishte marrë në atë kohë me pjesën e produkteve të futaperimeve me cilësinë e tyre, mendoj që të blinde një linjë atë kohë dhe të vinte në ndihmë fermerëve të zonës për ta përpunuar udhërin e tyre dhe për të qenë më efikas në prodhimin që ne bënim. Kuptoj që vitet e para ishin shumë të vështira. Megjithatë, këmbgulja dhe vizioni i babait ka qenë gjithmonë i fokusuar te cilësia.
normalisht ai nuk është se kishte në një informacion apo ndonjë eksperiencë më pashme lidhur me cilësinë e vajit. Dhe vit pas viti ai filloi të mësonte, filloi të edukonte edhe fermerët, sepse edhe ata kishin mangësi të shumta në lidhje me proceset e vjeljes së ullirit. Filluan bashkëpunimet me projekte tuaja që erdhën mbas viteve 2000 në Shqipëri, një që mund përmendesh FAO, por edhe bashkëpunime të tjera me Universitetin Bujqësor të Tiranës, me Qendrën e Transferimit të Teknologjive që bashkëpunojmë dhe sot tek kësaj dite. Nga ta i filloi të merrte informacionet e para se si mund të prodhonte një vaj më cilësor, duke qenë se fokusi i tij ishte gjithmonë cilësia. Në kalimin e viteve për të arritur te cilësia patjetër që duhej standarde të linjë. Unë mbaj mund të paktën fillimet e njohjes time me babain edhe më fliste për vështirësinë e madhe të daljes jashtë. Tani si e keni balancën? Tani jemi duke eksportuar më shumë se gjysmën e prodhimit, dhe kjo është një arritje për ne si kompani. Ku e çoni? Pjesën më të madhe në Amerikë, por edhe në Europë, sepse vaji fatmirësisht nuk ka këto barriera siç e kanë produktet shtazore. Eksportojmë në Zvicër një sasi, në Çeki një sasi, kemi eksportuar deri në Hong Kong, por fokus jo. akoma unë para 10 ditësh isha në Dubai, isha në një panajir global të prodhimeve ushqimore, ku pati goxha interes dhe pati goxha vlerësime për cilësinë e vajit që ne çonim aty. Por paralelisht ishte edhe një konkurs që merri pjesë prodhuesët më të mirë nga gjithë bota dhe vaji unë vlerësova me medalje ari. Po, unë i kam dhe këtu mund t'ua dëshmoj, i kam marrë me vete. Dhe kjo ishte një arritje tjetër për ne, sepse sot që flasim ne kemi realisht mbi 20 medalje ari dhe kur e thua duket pak e pabesueshme. Johan, të mbyti ky vlenjati me medalje ari 20 thot. Jo si jeni me medaljet? Kemi dhe dy të tjera që presim. Po lere të lajë, një prit një më. Ne jemi në një fushë komplet ndryshme, jemi tek ulliri, por tek ulliri për konservim. Unë vi nga Lezhë, kemi një fabrik të quajtur Amarilto, ku bëjmë përpunimin e ullirit industrial. Ju nuk prodhoni vaj. Nuk prodhojmë vaj. Se këtë pyetje e kam pas, domethënë thosha, po këta bëjnë se si kanë parë në vaj tuaj. Jo, vetëm ullim industrial. E jemi 100% eksport, nuk jemi në tregun vendas. Eksportojmë në 12 vendet e Europës. Së fundmi kemi edhe marrëveshje në shtetin e Azerbajxhanit. Po funksionojmë momentalisht me 2 linja prodhimi, me 2 fabrika, ku secila janë të ndara në atë çfarë japin. Njëra është për produkt përfundimtar për shitje ekskluzive direkt në markete, ndërsa fabrika tjetër është industrial. Ndërkohë që ti e ke filluar më herë se ta çuna atë aktivitetin tënd personalisht për flas. Është e njëjta gjë, është traditë familjare. Ka pas byshin në kohën e komunizmit Bletët. Pastaj ka filluar babai im që të merret si bletari i ri, 17 vjeç diku kështu, ka filluar punë shtet. Po gjyshi i kishte për çet, Pak, deri në 10 copë të linat, amator. Ndërsa babai filloi si profesionist në ndërmarrjen bujqësore të Korçës, nga një punëtor i thjesht, pastaj u bë përgjegjës i bletëve i parqeve të bletëve për gjithë Korçën. Po sa kishin të mëdha parqet e bletëve në atë kohë? Në Korçë do të ketë pas diku te 20 parqe. Që pastaj babai u bë përgjegjës i këtyre pikave, të 20 pikave po ishin në vendet më të mira që jepnin mjalt në zonat më të mira të Korçës, të rajonit, jo vetëm të qytetit. Dhe ai ishte përgjegjës dhe një nga këto parqet ne privatizuam. E privatizoi babai në kohën. Po na e shpjegoj, pa çdo më thon privatizosh një park bletësh, ç'a na kupton? 30-40 koshere bletë që mund të jo territorin, jo, vetëm bletët. Por territori ishte i komunës aty. Po ç'a privatizuat ju? Bletët, vetëm kosheret me bletë. Po nuk mund të bëhen ato nga e para apo është vështirë të bëhen nga e para? Është shumë e vështirë të merresh me bletë dhe është e vështirë të shtosh. Në atë kohë nuk ka pas as bazë materiale asnjë gjë. Unë i mbaj mend sepse kam qenë diku 13 vjeç kur është ndryshuar sistemi dhe babai ka pas shumë vështirësi te puna. Dalja pa punë dhe me çfarë do ushje. Filloi po merr
duke Do të gjetë thënë ato kosheret u shpërndan tek privatët. të privatët. Secili që punonte me atë zonë e tij ose te parku i tij, ju dha drejta ishte blind ato koshere. Dhe ne kemi bler diku te 30-40 koshere. Kurse si zonë, aty ku jemi tani aktualisht kemi kompani dhe ushtrojmë aktivitetin e paketimit, ne kemi marrë nga komuna.